Përshëndetje miq, ndeshje miqësore në skuadrës në skuadrës Leziane Abbas Karakacin. Një ndeshje që u fitua 3-1, ndeshje miqësore me një ekip të Suedisë. Së pari do të donim të dinim si u bë mundur realizimi i kësaj miqësore. Them drejtën, ishte një ndeshje luksi për ne, sepse vjen një ekip nga Suedia, ajo është ekip pretendent për me dalë në një ligë më sipër me atë kampionatin e vet që luan atje, edhe fal stafi teknik, fal drejtorit edhe stafi që kemi ne këtu, ata u bën mundur duke sepse ata bojnë fazën përjetore në Durrës, edhe duke qenë se ishim pushim ne këtë javë, mendoj stafi që të bashkë ne ishim mësuar me këto. Me sa pam, ata ishin një ekip që luanin mirë me topin në parë, një ekip i organizuar mirë, por ekipi i Beslidjes mundi të përgjigjej ose ta diktoj lojën, jo vetëm rezultat, nuk kemi parasysh vetëm golet, por edhe rrjedhën e lojës. Pra, pavarësisht asaj çfarë ju thoni për cilësitë e këtij ekipi, me dhënat që morëm, ky ekip sa duket është ekip i politikave të veta, pasi përgatiste lojtar i kontingjente për tregun futbollistik. Po, ishte një ekip që kishte shumë vlera, ishin lojtarë të ri, por edhe ne ju përgjigjem ato me të njëjtën monedhë, sepse edhe ne kemi këtu lojtarë të ri, edhe kemi një ekip që kemi shumë ndërthurje njëri me tjetrin, për arsye se janë lojtarët me eksperiencë, të cilët janë në më të njohur në kampionat shqiptar se kanë luajtur në Super League, por kemi edhe lojtarë të ri që kemi mbarë këtë vit. Besoj që ekipi unë bën një ndeshje shumë të mirë, jo vetëm nga rezultati që përfundoi 3-1, por edhe nga loja, dominu. Siç e pat edhe ju vetë që ekipi i Beslidjes u fut me seriozitet maksimal, ashtu siç marrim çdo ndeshje kampionati. Edhe sot e vlerësuam si të ishte një ndeshje kampionati, edhe morëm rezultatin 3-1. Duhet falenderoj komplet çunat sepse nuk bojnë dallimin e ndeshjes miqësore me një ndeshje kampionati. Edhe jemi serioz duke filluar nga profesor Plori që është shumë serioz edhe kërkon çdo ndeshje që të kemi vazhdimsi, ashtu ju përgjigjen edhe lojtarët që fituan ndeshjen 3-1. Në radhë të skuadrës Beslidjes shumë emra cilësor, për te modestisë përfshi edhe ju, zoti Karakaci, dhe një brez lojtarësh të rinj me eksperiencë, me fjalë të rinj pavarësisht, por teksa luajnë kraj jush janë rritur dhe ata profesionalisht. Këto kanë ardhur falë sipas të dhënave që ne kemi, falë një raporti shumë miqësor që presidenca ka me stafin dhe me lojtarët. Them drejtën, Konor, ne po i ndihmojmë edhe ato po na ndihmojnë ne, sepse nuk bëhet asgjë pas pa seriozitet, ne po japim maksimumin si lojtar me eksperiencë që jemi, por edhe të rit po përgjigjen po ashtu. Edhe fal presidencë është bërë mujtë çdo gjë nga kjo pjesë, sepse zoti Fusha ka ndajt çdo korrekt në çdo fjalë që ka thënë, edhe kjo duhet falenderuar sepse janë pak njerëzit që janë kaq korrekt me sportista, sidomos në kampionat shqiptar, se dihen sepse ka problematikat e veta. Duhet falenderuar presidenti, drejtori edhe gjithë stafi, sepse rrin gati për çdo gjë, rrin gati lojtarëve dhe kjo nuk është pak. Unë kam thënë shpesh në komentet e mia se Beslidja është ekip që konkuron edhe ekipe ndoshta të superiores për sa i përket rregullit dhe raporteve presidencë lojtar, ajo që thatë edhe ju. Ndërkohë që kemi edhe 4 javë, skuadrat rivale kanë fituar dhe diferenca vazhdon të jetë në favorin ton. Si e mendoni ecurinë deri në fund? Jo, unë mendoj që ekipi Beslidjes nuk do ta vënë diskutim fare për të ngjitur në kategorinë e parë, është diçka që ne nuk e meritojmë që jemi këtu. Për posta lidhjes që ka ekipi Beslidjes, normal që ka dhënë fanel shumë të rëndë kampionat shqiptar, por edhe lojtar që ka sjell presidenca këtë vit, nuk është se kemi ardhur për të ndajë këtu në kategorinë e dytë, se po t'ishte i projekt për me ardhur me të ndajë në kategorinë e dytë, normalisht asnjë nga lojtarët nuk do ta pranonte, sepse ne vim me ambicie që të ikim sa më larg. Normalisht duhet marrë shkallë, nga kategoria e dytë do të kalojmë parën, pastaj do shohim prapë se si do shkojnë gjanat, por që diçka është e sigurt që Lezhë
është një ekip, Beslidhja është një ekip shumë serioz, duke filluar nga presidenti e deri tek më i vogli lojtar që është. Pa filluar ende loja, pam që ju lat fushën e lojës. Po, ishte një kështu bën një tërheqje, besoj që mund të jetë një tërheqje e vogël, inshallah nuk kemi diçka të madhe që të kthejmë sa më shpejt. Sipas jush, ndikoi mungesa juaj, për qani sinqert, sipas me ndikoi mungesa, por Mehmeti u tërhoq dhe luajti një rol tjetër dhe mua më duk lojtari më i mirë në fushë sot, paktën. Ndoshta trajneri Flori e tërhoqi për shkak mungesës tënde dhe luajti Mehmeti edhe një pozicion që se kemi mësuar ta shohim. Them drejtën, Mehmeti, unë kam shumë vite që luaj me Mehmetin edhe i dina shumë mirë gjanat e lojën e njëri tjetrit. Në qoftë se mungoj unë, ai e bën shumë mirë rolin tim. Edhe kur mungon ai, edhe unë mundohem që ta bëj rolin e Mehmetit. Ai nuk e la që të ndihet mungesa ime edhe duhet falendëruar se sakrifikoi edhe për ekipin. Më gëzon dhe fakti pikasës ti fakti që jemi në të njëjtën akordancë bashkë me mendimin tim edhe ju. Po, jemi. Pasi ju shfaq në fushë. Edhe ju keni një jetë që e njeh në futbollin, edhe normalisht edhe ju jeni pjesë e futbollit, normal merrni vesh edhe nga sporti. Të uroj shumë suksese përveç se futbollistike edhe familjare. Faleminderit shumë, faleminderit ju. Ju falenderoj edhe unë gjithëve. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt. Ishte kapiteni i skuadrës Karakashi, i cili dha opsionin e tij për ndeshjen dhe teksa shprehu sigurinë që Beslidhja do të jetë në kategorinë e parë sezonin e ardhshëm dhe e vërteta kështu është, sepse është punuar me një projekt ambicioz i cili ka filluar të duket në horizont që heret, që me marrjen e ekipit nga ana e presidencës fushaj, e cila në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë ka bërë të mundur një, do të thoja, e ripërsëris dhe nuk bëj keq që e ripërsëris një revolucion do të thoja tek skuadra e Beslidhjes, një revolucion në koncepte, në infrastrukturë dhe në raporte marrëdhënies midis gjithë faktorëve pjesë përbërëse të kësaj skuadre. Teksa kemi parasysh janë lojtar emra të njohur të kampionatit shqiptar, të ligave profesioniste dhe jo vetëm të kategorisë parë dhe të dytë, por janë lojtar. Formati i kapitenit Beslidhjes Karakashi është një format të një lojtari profesionist, një lojtari me grind. Kemi Raboshtën, kemi Akansasën, por dhe brezin lojtarëve të rinj që në akord edhe me lojtarët me eksperiencë po japin kontributin e tyre, kontributit cili ka vlerat e mundësisë që ka krijuar kushteve shumë komode, do të thoya që ka krijuar presidenca me në kryezotin Pirin Fushaj. Ndërkohë që Beslidhja vazhdon të kryesojë e vetme në krye të klasifikimit dhe Karakashi u shpreh i sigurt, ashtu si është dhe mendimi jo vetëm i imi, por dhe i tifozërisë dhe të gjithë faktorëve lezhjan, sepse Beslidhja ka merituar dhe meriton të jetë në aty ku pikërisht ajo ka vendin, aty ku ka historinë, aty ku ka kontributin e saj në futbollin shqiptar dhe shkallët e këtij stadiumi të rindërtuar le të buqasin edhe sezonin e ardhshëm, por ama me Beslidhjen në kategorinë e parë. Ishim në transmetim të drejt për drejt, morëm opinionet e kapitenit të skuadrës Beslidhjes Karakashi, i cili, siç e tha, psoi një dëmtim, një tërheqje në gjuhën sportive. Urojmë që të mos jetë shumë lënduese, pasi kush më shumë se Karakashi duhet skuadrës së Beslidhjes në këto momente. Pastaj vjen një moment që skuadra ka nevojë edhe për liderit e saj. Pra skuadra, jo më kot Karakashi është kapiteni i skuadrës, është një trajner i dytë në fushë. Por trajneri Flori ka vendosur pikat mbi i, po them unë, pasi siç e tha dhe Karakashi, çdo lojtar që mund të psojë dëmtim apo mund mos jetë disponibil ka zëvendësuesin e tij. Pra ka një ekip në hije. Sa më i fortë jetë stolja, që më e fortë është ekipi, është rritet gara, rritet grinda sportive.
Nga unë Martin Dedaj nga stadiumi Beslidhja, miru dëgjofshim në transmetimet tjera.